E nderuar kryetare e Kuvendit të Republikës së Kosovës, të nderuar deputet të Republikës së Kosovës, së pari dua të filloj duke falenderuar Zyrën e Rregullatorit për Energji, KEK-un dhe KESKon, të cilët janë duke punuar dhe kanë punuar në mënyrë që si vjet të mos kemi rritje të tarifave të energjisë elektrike. E di që disa prej jush e keni mirë pritur një rritje eventuale dhe jeni duke trumbetuar këtë. Mirë po fakti është që Zyra e Rregullatorit për Energji ka propozuar një profilizim të kostove gjatë 2 viteve, duke qenë se si vjet është vit më i vështirë për shkak se bloku B1 është jashtë funksionit për vendosje të filterëve, modernizim të turbinave, investim në kulla ftose dhe investime të tjera të cilat do të arritin dukshëm edhe prodhimin nga termocentrali edhe do të ulin ndotjen. Ndërsa vitin tjetër situata pritet të jetë më e mirë duke qenë se pas investimeve në këtë njësi, por edhe në njësi të tjera të as që do të bëhen si vjet, prodhimi do të jetë më i lartë. Pra, përkundër asaj që është trumbetuar dhe është proklamuar gabimisht se nuk do të ketë rritje si vjet, por do të ketë rritjen e ardhshëm, kjo nuk është e saktë dhe nëse e lexoni raportin e zërrejës, e shihni që profilizimi është bërë sepse do të pritej që si vjet të kishte rritje, ndërsa vitin e tjetër me gjas të kishte ulje dhe rregullatori për të ruajtur edhe sigurinë e furnizimit, edhe për të ruajtur përballueshmërinë e tarifave dhe stabilitetin në kohë e ka propozuar këtë profilizim. Gjithashtu, duke qenë se kaq shumë flitet për çmimin e energjisë elektrike, dua ta them edhe një fakt. Çmimi i energjisë elektrike në Kosovë mbetet më i ulti në rajon. Gjatë vitit 2025 ka qenë mesatarisht 8.17 cent për kilovator, ndërsa në Shqipëri ka qenë 11.6 cent, pra 41% më e shtrenjtë, në Maqedoni të Veriut 11.4 cent, pra 40% më e shtrenjtë, e në Serbi 11 cent ose 25% më shtrenjtë. Janë thënë shumë të pavërteta, mirë po unë do të fokusohem më shumë të ato që kanë edhe do shifra, pavarësisht që ato shifra janë të pasakta dhe të pavërteta. Për pjesën tjetër të prallave që i thoni me t'ju thonë të drejtën është shumë vështirë, sepse është e pa mundun dhe e pa logjikshme që ju me dalë edhe me shpik gjana, edhe unë më mundu me i kundër argumentu. Ju lutem qitni në tavolin të argumentet që i keni, qitni faktet që i keni dhe pastaj mund të flasim. Një prej gënjeshtrave më të mëdha që ju thonë gjatë këtyre viteve e gjatë këtyre muajve është ju lutem mos bërtetni. Është kërkush s'po ju tutet. As juve tjere që bërtetni ka një herë. Është thonë një prej gënjeshtrave që është përsërit mësë shumëti, e që qytetarët fatkeqësisht menojnë që është e vërtet, është shifra për shembull e importit energjisë elektrike që është thënë 259 milion euro që ka qenë vitin e kaluar. Ju e keni lexuar një grafik të një raporti të Institutit GAP, mirë po nuk e keni lexuar edhe fusnotën e cila tregon qartë që të dhënat e energjisë elektrike mund të përmbajnë edhe energjinë elektrike që kalon në Kosovë edhe tranzit. Këtë statistik e bëni këtë gabim ose këtë gënjeshtër e thoni vazhdimisht edhe duke ju referuar të dhënave aso ASK-s paraprakisht, ju lutem mos bërtetni asjo, as të dhënave as një moment Ministri Rizvanoli nuk ka ndërhyrë në fjalën e deputetëve. I keq citoni besoj me qëllim. Ministre, nëse i pyesni Ministre, vesh pak lutem. As një moment Ministri Rizvanoli nuk ka reagu kur kanë folë deputetët e Kuvendit. Nëse doni me dëgju, ju lutem prisni që ta përmbyll fjalën. Kaq. Keni me pas mundësi me fol prap. Mos tentoni me pengu fjalën e ministrës dhe as deputetit në anën tjetër kur do që flet dhe kush do që flet. Vazhdoni, ministre. Importi në fakt ka qenë 167 milion euro, që është 92 milion euro më pak se sa që është proklamuar. Nuk e keni marrë mundin që të flisni për këtë.
është 1 miliard është importuar gjatë mandatit, në fakt është importuar 621.8 milion gjatë mandatit, që është 38% më pak sa ajo që keni proklamuar. Tash apo kthehem pak te importi edhe kapacitetet që po thoni që s'jon shtu edhe te 1 miliard shi. A din çka është shifra e saktë 1 miliard nga ana tjetër? 1 miliard janë investimet e proklamuara me letra në kek që ka ndodhur pas luftës në mandatin ton. 1 miliard euro, zero kapacitete të shtuara. Me pak më shumë se gjysmën e këtyre investimeve në kek aktualisht është duke u modernizuar termocentrali Kosova B, janë duke u shtuar filterët të cilët e ulin ndotjen, është duke u rritur prodhimi për 40% i kekut dhe janë duke u rehabilituar komplet njësitë e termocentralit Kosova A. Si rezultat i kësaj, Kosova pritet të bëhet neto eksportuese e energjisë elektrike në vitin 2028. Ky është realiteti, apo flasim edhe pak për arsyet e rritjes së importit. Importi po rritet, është rritur vitin e kaluar, për shkak se janë duke u bërë investime të cilat nuk janë bërë për 40 vite në Kosovën B, përkatësisht për 60 vite në termocentralin Kosova A. Si rezultati të cilave, siguria e furnizimit do të përmirësohet, do të rritet gjatësia e termocentraleve për 20 vjet dhe kjo bëhet me koston shtesë minimale. Arsyeja pse është zgjedhur kjo rrugë, bazuar në strategjinë e energjisë 2022-2031, ka qenë opsioni më i lirë i cili na mundson që me rritje minimale prej 1 deri në 2 euro për megawatt orë që keku e shet, të mund të mbulohen këto investime. Ndërsa si vjet, do të vazhdojnë investimet në blokun B1, ndërsa vitin e ardhshëm do të vazhdojnë investimet në vendosjen e filterëve. Prap investimet të cilat nuk janë bërë për 40 vite, jo veç për 20 e diçka vite. Prodhimi i kekut, keni thënë shpesh herë, është ul, me qëllim për me importu. Nëse i shihni shifrat reale gjatë viteve 2021-2025, prodhimi i kekut ka qenë veç 1% më i ulët krahasuar me 5 vjeçarin paraprak. Mesatarisht ka 5.45 milion megavator, krahasuar me 5.51 milion megavator gjatë 5 vjeçarit të kaluar. Dhe arsyeja pse është kjo, është se gjatë kësaj periudhe, gjatë në vitin 2023 dhe në vitin 2025, ka pasur investime serioze që nuk janë bërë kur më herët. Duke përfshi këtu dilatimin e bojlerëve që ka qenë parakusht për investimin në modernizimin në vendosjen e filterëve nga Bashkimi Evropian dhe në vitin 2025 investimet në blokun B2 në modernizim të turbinës dhe investimet të tjera. Pra me të gjitha këto investime dhe me muaj të tërë që kanë qenë bloqet janë funksionit, jo për arsye tjetër, po me qëllim të rritjes sigurisë furnizimit edhe të kryerjes investimeve që s'janë bërë kur më herët, kemi pasur një rritje të përkohshme të importit, por që është e përkohshme e që e ardhmja do të jetë shumë e sigurt për 20 vitet e ardhshme si rrjedhoj e këtyre investimeve që po bëhen tash. U përmend edhe qymyri. Sigurisht që për gjatë periudhave kur termocentralet punojnë më pak për shkak të investimeve dhe prodhimi i qymyrit është më i ulët. Mirë pa që kujtoj një gjë, sepse sektori energjisë nuk ka filluar me funksionu në verën e vitit të kaluar, deputete kur ju jeni bërë eksperte. Edhe LDK-ja ka ekzistuar më herët, edhe ka qeverisë më herët, edhe sektori i energjisë ka ekzistuar edhe më herët. A din kur ka qenë rekord i ulët i prodhimit të qymyrit në Kosovë dhe energjisë elektrike? Ka qenë vitet 2017 dhe 2018, kur jo ndosht mu ndalë termocentralet, me urdhër të KPMM-s është ndalë puna në minjerë, sepse nuk janë bërë shpronësimet me kohë, dhe kjo ka qenë në kohën e qeverisjes së LDK-s. Edhe kjo ka qenë hera e parë dhe vetme që kjo ka ndodhur në histori të Kosovës. Ndërsa aktualisht përderisa flasim, rezervat në ton janë mbi rezervat në kek janë mbi 500.000 ton që janë në nivele optimale. U përmend edhe liberalizimi i energjisë dhe u aludua se liberalizimi i energjisë është bërë për të përfituar tregtarët. Është një manipulim i madh që është bërë dhe këtu është shfrytzuar në mënyrën më të paskrupullt procesi i liberalizimit, i cili është bërë me ligj në kohën e qeverisjes tuaj, kur
ka qenë kryeministër Iso Mustafa i LDK-s, deputete ju keni qenë ministrë dhe keni votuar për këtë ligj, ministri ka qenë i PDK-s Bleran Savileci, edhe kryetari i komisionit dhe shumicën e keni pas ju. Është marrë ai vendim, keni thënë që është i jashtëligjshëm, të gjitha instancat. Edhe 1 minutë ju lutem ministrës, vazhdojmë pastaj. Nga gjykata themelore deri në kushtetuese i kanë hedhur poshtë pretendimet tuaja për paligjshmërinë e këtij vendimi i bazuar në ligj të cilin vetë keni votuar dhe vetë keni hartuar. Po thoni që përfitojnë tregtarët, është krejtë kundërta. Është rrit numri i të licencuarve, të furnizuesve të licencuar në 21. Është rritur konkurenca, si rrjedhojë e kësaj në ligjin e ri për energji elektrike, ne kemi parapuar që në të ardhmen FSHU-ja të mos jetë vetëm një kompani që e fiton Kesko me vendim të zërres, por të ketë tender të hapur. Kjo është një ndër gjërat të cilat i kemi parapuar në ligjin për energjinë elektrike dhe në ligjin për energjinë, të cilat ju keni refuzuar t'i trajtoni duke thënë se nuk ka kohë, mirë po në vend të kësaj keni zgjedhur që të na rrezikoni 9 milion euro nga plani i rritjes dhe mos përmbushjen e reformave dhe keni zgjedhur që në vend të kësaj të thirrni